Partinë e Sali Berishës nuk e pranoj për përfaqësuese. Ndërkohë që sapo nga protestuesit, me që e ke doni kështu, të mbërrijnë në Kuvendin e Shqipërisë një kërkesë me shkrim, do t'i kthej përgjigjet atyre. Po mbledhen firma për referendum, do ta pranoni? Po një përgjigje për vajzën e zotit Tahir Sinani keni? Po patjetër. Do ta përgjigjen edhe për atë. Por për këtë çështje besoj shumë që do ta qartësoj sot Organizata e Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Shërimtare të Kosovës dhe do jap një përgjigje. Mënyra se si ishte formuluar kërkesa ishte që partia e Sali Berishës vinte në kuvend për të kërkuar në emër të protestuesve 1, 2, 3, 4, 5. Dhe unë jam aq serioz në vlerësimin e kërkesave, jo për shkak partisë Saliut, por jam serioz për ata që janë në shesh, dhe mora me radhë, tha, në emër të protestuesve, partia e Sali Berishës, tha që duam rrëzimin e qeverisë, pra duam dorëheqjen e qeverisë. Ishte pika e parë. Në fund të komunikimit tuaj do t'ju jap të gjitha kopjet për korrektesë të komunikimit publik. Dhe i kam thënë, ju keni marrë përsipër të sillni në kuvend kërkesën e protestuesve sipas jush, që ju pas kanë mandatuar ju, që të kërkoni dorëheqjen e qeverisë. Nuk kërkohet me mocion me debat. Kërkohet me mocion dhe merrni procedurbalin. Kërkohet me mocion mos besimi. Mblidhni 1/5, i bie 28 deputet, i kam 28, i bëjnë, dhe i këtu shkojnë pak, te 28 e kapin.